Si I kalonte Imam Kadhimi kohët e burgimit? Në pikpamjen e Imam Kadhimit, paqja qoftë mbi të, toka është krijuar që të jetë vend adhurimi dhe xhami, siç thuhet në një hadith të profetit, paqja dhe bekimi I Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se dynjaja është gjetur që të jetë mihrab dhe ibadet dhe vend për tesbih dhe lartësim, si dhe udhëtim për t'u afruar tek Allahu I madhëruar dhe për të mbërritur në njohjen e tij. Për atë, gjendja dhe vendi nuk ndryshojnë, përkundrazi sa herë që zmadhohen fatkeqësitë dhe dhimbjet, aq më tepër rritet afrimi I tij tek Allahu dhe aq më e madhe është mbështetja tek durimi dhe namazi. Vërtet, Imami, paqja qoftë mbi të, e bëri burgun xhami dhe vetminë e tij e kalonte me dhikr. Dita e tij ishte me agjërim dhe nata e tij ishte namaz dhe lutje. Një prej personave që ishte ngarkuar të ndiqte Imamin, paqja qoftë mbi të, në burgun e Isa ibn Xhafer në Basra, ka transmetuar se ai ka dëgjuar Imam Kadhimin, paqja qoftë mbi të, duke thënë: O Zot, ti e din se unë të kërkova ty që të më lesh të lirë për ibadetin tënd, dhe ti vërtet e bëre atë. Unë ty të falenderoj. Isa ibn Xhafer I shkroi Rashidit duke I thënë: Merre atë nga unë dhe dorëzoje kujt të duash, se përndryshe do ta liroj. Unë u përpoqja të marr prej tij faktet, por nuk munda, derisa unë të dëgjoj atë kur lutet. Ndoshta bën lutje mbi mua apo mbi ty. Unë nuk e dëgjoj atë vetëm se sa bën lutje për veten e tij. Ai I kërkon Allahut rahmet dhe pendim.